Përshëndetje miq të dashur. Unë jam Doktor Bardil Idrizi, magjister i mjekësisë klinike dhe sot dua t'ju shpjegoj shkurt dhe qartë pse e krijuam platformën Barmed. Gjatë punës sime 20 vjeçare si pediatër, duke punuar në klinika të ndryshme private dhe shtetërore, kam vërejtur një gjë shumë të rëndësishme. Prindërit shpesh vinin të shqetësuar, të frikësuar dhe pa përgjigje. Shumë prej tyre vinin natën vonë, vetëm që të ndalonin dhimbjen, të vjellat, temperaturën e lartë, kollën ose simptomat e papritura tek fëmia. Dhe normalisht, mjekët gjithmonë bëjnë maksimumin që munden, por jo gjithmonë ka kohë të mjaftueshme që pacienti të marrë shpjegimin e plotë që e kërkon. Me kalimin e kohës, e kuptova se secili njeri ka një shqetësim shëndetësor, qoftë të vogël apo të madh, dhe të gjithë duan një gjë: të kuptojnë më shumë, të dinë çfarë po ndodh me trupin e tyre dhe si të veprojnë. Sot, interneti është plot me informacione, por shpesh ato janë të paqarta, të pasakta, të frikshme, ose nuk e prekin problemin që ju brengos pikërisht ju. Pikërisht këtu, lindi ideja dhe motivimi për Barmed. Ne vendosëm të krijojmë një platformë ku do të bëjmë video të shkurtra, të kuptueshme dhe profesionale për çdo temë që ju shqetëson. Prandaj, miq të dashur, nëse keni ndonjë simptom, shqetësim apo sëmundje dhe doni të dini më shumë, ju lutem shkruani në koment Barmed dhe përshkruani temën për të cilën dëshironi sqarim. Ne në Barmed do ta marrim kërkesën tuaj dhe do t'ju sjellim një përgjigje profesionale në videon e ardhshme. Barmed përfshin të gjitha degët e mjekësisë dhe sjell këshilla inovative shëndetësore jo vetëm për fëmijë, por edhe për të rritur, të moshuar, gra dhe vajza, prindër dhe familje. Në fakt, Barmed është për të gjithë. Barmed, platformë virtuale për mjekësi inovative. Na ndiqni në TikTok